ishte koha kur ditët e zeza për Ramën dhe për Berishën po vinin, sepse vetë ndërkombëtarët ishin duke sjell procesin. Çfarë ju kam thënë? Qofse ju kujtohet para 6 vjetësh. Nëse duam të shohim në ditë bardhë, do duhet që Bashkimi Evropian të ndërmarrë një vendim politik për me i përshpejtu hapat e integrimit Shqipërisë në BE. Qoftë edhe kështu, kot, formalisht. Pse? Sepse vetë hapat, për shembull vetë negociatat e Shqipërisë me Bashkimin Evropian, janë një proces skrutinimi. Çfarë është skrutinimi? Është analizë qeliz më qeliz të çdo institucioni, të çdo mekanizmi politik, të çdo vendimi politik dhe institucional, të çdo ligji, të çdo praktike, të çdo strukture ekonomike. Ju kam thënë që ore negociatat do ndikojnë fort edhe tek struktura ekonomike, se nuk lejon Bashkimi Evropian prodhime me shiringa, ilaçet skaduara, ilaçet falsifikuara. Nuk pranon Bashkimi Evropian ushqime me nitrat, apo ushqime me pesticide, apo me hormone. Nuk pranon. Nuk pranon Bashkimi Evropian vera me esencë, jo me rrush. Nuk pranon pije alkolike të prodhuara me esencë. Pra Bashkimi Evropian do të na ndryshonte të gjithë strukturën dhe infrastrukturën. Çdo gjë. Dhe Rama e dinte që ditët e zeza po vinin për të. Ashtu sikurse e dinte dhe Sali Berisha. Edi Rama dhe Sali Berisha e kanë ndërtuar atë që quhet Republika e tyre me 2 konsuj, apo duokracinë e tyre, pikërisht mbi grabitje, plaçkitje, vjedhje, zaptim, por edhe të pronësim militantëve, pra secili ka një pronësim mbi një numër të caktuar militantësh. Ama në Bashkimin Evropian ata nuk vazhdojnë dot me të njëjtat praktika. Me patronazhim, me fuksim, me kërcënim, me vende pune. Dhe ata e dini më. Tjetër, a e dini ju që një Shqipëri që do të jetë në Bashkimin Evropian dhe që do të afrohet drejt Bashkimit Evropian, se sa më shumë kapituj të hapen apo të mbyllen, duhet ta dini që çdo kapitull ka qëmtim të imtësishëm. Sistemi bankar, sistemi financiar, do kalojnë të gjitha në kullejs. Si do i shpjegojmë pasuritë ata? Se do transparencë për pronësimin e punë. Do merret vesh kush janë pronarët e çdo centimetri toke në Shqipëri. Kush janë pronarët e çdo ndërtimi në Shqipëri. Nuk hyn dot në Bashkimin Evropian kështu, hajt mos e janë ca. S'ka më kadastër dhe struktura jo transparente. Bashkimi Evropian i ka të gjitha të deklaruara. Po dhe detyrim më i Bashkimit Evropian. Ku ka prona më që s'u dihet pronari, ku ka investime që nuk u dihet pronari fundor dhe përfituesi fundor. Vetëm në Shqipëri thuhet investimi i madh strategjik dhe nuk dihet as pronari fundor dhe as përfituesi fundor. Madje nuk dihen as fillestarët. A e dini kush është Hileja e Ramës? Më nisi për Zvërnecin, u harrua Zvërneci. Po e dini çfarë rrezon Ramën? Zvërneci rrezon Ramën. Jo xhirot. Zvërneci më rrezon Ramën, jo xhirot. Unë për vete, po ta kisha drejtuar unë këtë protest, unë do kërkoja nga Edi Rama
dhe nga qeveria dhe s'do i ndahesha listën e zinxhirit të pronësimeve në Zvërnec. Pronë pas prone, kush e bleu, kujt ja bleu. Dhe përveç se pronë pas prone, kush e bleu, kujt ja bleu, se cili nga blerësit, ku i gjeti parat. Verifikim pasurie. Se kjo e mbyll të ciklin mu. Mjafton të ndodhë të kjo dhe lidhjet do dilnin të gjitha. Do dilte çdo gjë më, kush është pisliku, kush është maskaralliku. Me protestën, brenda protestës, jashtë protestës, me kryeministrinë, me qeverinë, me opozitën, do dilte pisliku aty. Po sikur ne të kërkojmë të gjithë së bashku, letrat, pse u thoya dokumenti, gjithë ditët e para s'ma vari njeri. Lexojini më shkrimet e mia të para. Kam këmbgulur dokumenti, doni ta rrezoni Ramën e rrezon dokumentin më. Ku vajti Albanian Files? 2 ditë folëm për Albanian Files, 2 ditë. Tani lëvizja anti-Rama ka përfunduar në lëvizje anti-Kanye West. E kuptoni pra, shive qa lëvizje, qa diskordancash logjike ka. Po s'kam ajo vetë po të shikoni, ata tash janë si një trup pa kokë, janë si një pul pa kokë. Ata nuk di, thonë, me qa ta mbajmë, me qa ta mbushim ditën sot, thonë. E kapëm Ramën, 4 milion euro Kanye Westi, merë me Kanye Westin. Po nuk bie qeveria mërë se merë shti me Kanye Westin. As për 4 milion euro e Kanye Westit, as për, po dakord pra, bashkë i kanë shit ata, Berisha, Shkëlzeni, Ilir Meta, Edi Rama, Fatosnano, janë bashkë. Të gjitha pronat nuk u vodhën sot. Është një proces dhe një projekt që ka prej vitit 1991 që grabit pronat e shqiptarëve. Pik. Unë e kam thënë, ne jemi i vetmi vend. Ne jemi i vetmi vend ku 67% e pronës, e kam thënë 100 herë këto 6 vite. Më ka dëgjuar njëri, çfarë them unë tani? Se më duket vetja sikur duhet me përsërit veten çdo ditë. 67% e pronës është shpërndar dhe rishpërndar me vendim gjykate. Me vendosje, me mbivendosje, me grabitje të qartë, ku poshtërsia më e madhe që është bërë pronarve dhe ish pronarve, dini kush është? Se dhe ato vendime gjykate që janë marë, edhe ato vendime të agjencisë kthimit pronave që janë marë, edhe ato vendime të agjensive lokale të bashkive që janë marë për kthimin e pronave, të gjitha janë bashkëshoqëruar me grabitje të copëzuara, pra për me e marrë ke agjensia i ke lënë 10% ati që të ka dhënë vërtetimin tek agjensia ke bashkia. Për me e marrë tek agjensia qendrore, ke lënë edhe 20% atije. Dhe për me e marrë me vendim gjykate, i ke lënë 20% gjykatësit dhe prokurorit. Gjeni sot spaku do të marrë çdo vendim gjykate. Çdo vendim gjykate që është dhënë në këto 36 vite për kthim pronash, dhe në qoftë se nuk zbulon që çdo prokuror dhe çdo gjykatës që ka dhënë vendime për kthim pronash janë bërë të gjithë pronar tokash, unë jap dorëheqjen përfundimisht nga çdo lloj komunikimi zyrtar. Zhdukem nga jeta publike.